Gjatë vitit të kaluar, mbi 800 raste, mbi 850 raste janë raste të cilat kanë gjetur zgjidhje pa rekomandim. Vetëm se janë drejtuar qytetarët në institucion avokatit popullit, ne kemi ndërmjetësuar me administratën përkatëse publike dhe administrata u ka dhënë zgjidhje këtyre problemeve dhe unë mendoj se kjo është vlera më e madhe. Kjo shifër nuk është një shifër e cila është raportuar vit pas viti, por në 5 vitet e fundit ne e kemi mbledhur dhe e kemi raportuar këtë shifër. Kjo është përveç rekomandimeve të cilat zbatohen apo nuk zbatohen apo zbatohen pjesërisht. Kështu që unë besoj se është një e dhënë shumë e rëndësishme. Pyetja e dytë është zona e Durrësit, veçanërisht Sukthi, shpesh përmbytet duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale në banesat e qytetarëve dhe në disa raste dhe humbje jete. Banorët prej vitesh nuk janë dëmshpërblyer për këto humbje. Keni bërë ndonjë koment, a keni bërë ndonjë koment në lidhje me këtë çështje? Ne në fakt kemi bërë dhe rekomandime, jo vetëm për këtë zonë, por edhe për zona të tjera. Ka një lloj ngadalësie shumë të madhe nga ana e strukturave përkatëse në adresimin e nevojave kur ka fatkeqësi natyrore. Dhe në çdo vit ne kemi të paktën 6 apo 7 rekomandime për raste individuale, ku vonesat janë tërësisht të pa justifikuara me 10-13 vite për marrjen në disa raste, ose ato që kemi pasur ne në shqyrtim, për marrjen e dëmshpërblimeve përkatëse me justifikime të cilat, themi të vërtetën, nuk është se janë justifikime të qëndrueshme. Në raportin tonë, në pjesën e raportit, sepse raporti mund të lexohet sipas të drejtave, mundet që ta konsultoni në mënyrë të specifike të tëra raste se çfarë ka ndodhur. Për zonën e Sukthit, ankesat nuk kanë përfunduar ende, ka pasur dhe në këtë për një nga përmbytjet ka pasur disa ankesa dhe ato i kemi në trajtim, por për këtë zonë kemi pasur disa problematika që lidhesi me kanalizimet si dhe me qasjen në ujë të pishëm. Deputeti Tedi Blushi, pyetje lidhur me veprimtarinë vjetore të avokatit të popullit për vitin 2024. Cilave institucione dhe çfarë masash u keni rekomanduar në lidhje me gjetjet shumë të rënda të avokatit të popullit mbi rrëmbimin kriminal të ish-presidentit të Republikës, Ilir Meta? Sipas konstatimeve tuaja, cilat janë institucionet e drejtësisë që kanë shkelur ligjin dhe kanë dhunuar liritë të drejta dhe dinjitetin njerëzor të garantuar nga kushtetuta dhe konventat europiane për të drejtat e njeriut? Ne kemi drejtuar një rekomandim në lidhje me momentin e arrestimit të zotit Meta, kemi drejtuar një rekomandim Policisë Shtetit dhe Ministrisë Brendshme. Ne nuk kemi gjetur shkelje të institucionit drejtësisë në atë rast, edhe sepse ne kemi një mandat shumë të kufizuar për sa i përket institucioneve drejtësisë. Avokati i popullit nuk mund të merret me meritën, me thelbin e vendimarrjeve të institucioneve drejtësisë, por për sa i përket Policisë së Shtetit, kemi gjetur disa shkelje, jo të tëra pretendimet e paraqitura aty, ose e paraqitura në media, kanë qenë të bazuara, një pjesë e tyre në vlerësimin e avokatit popullit nuk ka qenë e bazuar. Ajo që ne kemi identifikuar më së fundmi dhe që është shumë e rëndësishme është se mënyra e ndalimit është bërë në kundërshtim të ligjit përkatës, sepse nuk është ruajtur dinjiteti njerëzor i zotit Meta. Dhe në gjithë diskutimet apo nga do që të shikohej kjo si çështje, është një nga ato çështje e cila duhet trajtuar me shumë seriozitet, pasi dinjiteti jo vetëm ish-presidentit të Republikës apo ish-kryetarit kuvendit apo ish-kryeministit, por dinjiteti i një qytetari do të ishte i cënuar nëse ndalimi apo arrestimi do të bëhej në atë mënyrë. Një gjetje tjetër që neve patëm ishte se për rastin konkret kishin ndërhyrë forcat speciale, në ndërkohë që me ligj forcat speciale ndërhyjnë vetëm në rastet kur ka një rrezikshmëri të shtuar për individin. Dhe megjithse ishte marrë ky vendim, nuk kishte asnjë justifikim nga ana e policisë për përdorimin e forcave speciale në rastin konkret. Po ashtu është e rëndësishme të evidentohet që kishte dhe problematik me shenja dalluese dhe me uniformën e cila duhet të përdorej nga forcat speciale. Por në tërësinë e tij,
për shkak edhe të dy dokumentave që ne kemi evidentuar dhe kemi gjetur të firmosura nga zoti Meta, ai nuk ka pretenduar dhunë të ushtruar nga policia e shtetit, as në momentin e hyrjes në drejtorinë e policisë Tiranë dhe as në momentin e futjes në sallat, në dhomat e sigurisë. Pra i ka dy dokumenta, një në prezencë të avokatit dhe një dokument në momentin e parë të hyrjes në bllokun e sigurisë, ku ai ka deklaruar se nuk është dhunuar dhe nuk ka sëmundje dhe përgjendjen shëndetësore të tij janë dokumenta standard të cilat janë të përcaktuar. Në lidhje me pretendimin se do duhet të kishte oficer nga BKH-ja apo persona të cilat duhet të ishin nga SPAK-u për kryerjen fizike të ndalimit, mendojmë se ky është një pretendim që nuk gjen mbështetje ligjore, pasi ka të drejtë që SPAK-u të delegojë ndalimin tek forcat e policisë. Kemi pasur një përgjigje nga policia e shtetit në lidhje me këtë rekomandim, i cili është pranuar në tërësinë e tij, por pretendohet se ato kanë zbatuar në të gjitha rastet parashikimet ligjore, por e kanë marrë në konsiderat dhe do ta trajtojnë në mënyrë të vazhdueshme, ta kenë kujdes në përgjithësimin e rastit që në të ardhmen situata të tilla të mos ndodhen. Pyetjet e avokatit të popullit nga zoti Sajmir Koreshi. A jeni në dieni të situatës të skandaloze që po ndodh tek onkologjiku në QSUT? Si e komentoni këtë foto ditës së sotme dhe mënyrën se si po trajtohen pacientët me kimioterapi jashtë çdo norme njerëzore? A jeni në dieni se nga 100 persona që trajtohen në ditë kapaciteti është për 19 vetë? A jeni në dieni të raportit dhe kontrollit të lartë të shtetit mbi situatën onkologjik? Keni bërë ju ndonjë veprim konkret? Po, ne kemi bërë disa veprime konkrete dhe në raportin tonë kemi bërë dhe rekomandime përkatëse. Në mënyrë të vazhdueshme kemi kërkuar përmirësimin e listës së medikamenteve, kemi bërë edhe vizita në spitalin onkologjik për të parë kushtet